Gjithçka përreth dukej tepër e shtrenjtë për t'u prekur pa kujdes. Për Nikolën, ajo ishte vetëm sken. Ajo që kishte rëndësi ndodhej në çantën prej lëkure që mbante në dorën e djathtë. Ai u ul në tavolinën e rezervuar pranë dritares. Pamja tregonte qytetin në lëvizje, makina që kalonin, njerëz me nxitim, vendime që merreshin në vende të padukshme. Ai e hapi çantën me qetësi. Kontrata ishte aty, e trash, e shkruar në gjermanisht. Një marrëveshje që ishte diskutuar prej muajsh dhe që mund ta çonte kompaninë e tij në një nivel tjetër. Nikola nuk fliste gjermanisht, asnjëherë nuk kishte pasur nevojë. Gjithmonë kishte besuar te profesionistët për këtë. Përkthyesi tashmë ishte aty. Një burr i veshur mirë, me qëndrim të relaksuar dhe një vetbesim pothuajse të tepruar. Ai e përshëndeti Nikolën me një shtrëngim të fortë duarsh, u ul pa pritur ftesë dhe filloi të fliste para se dikush të bënte ndonjë pyetje. Komentoi për trafikun, për qytetin, për mënyrën se si investitorët ishin kërkues. Nikola dëgjonte në heshtje. Ajo siguri e tepruar nuk e shqetësonte, përkundrazi, i dukej shenjë kompetence. Ata po vinë çdo çast, tha përkthyesi. Gjithçka është në rregull. Nikola pohoi me kokë, mbylli çantën dhe mbështeti duart mbi tavolinë. I pëlqenin tavolinat e pastra, të organizuara, pa objekte të tepërta. Për të, qartësia fillonte nga hapësira. Porositi vetëm ujë. Përkthyesi porositi verë. Kamerierja u afrua me hapa të lehtë. Ishte e re, me uniformë të thjeshtë dhe qëndrim korrekt. Shërbeu ujin, rregulloi gotat dhe pyeti nëse kishin nevojë për diçka tjetër. Zëri i saj ishte i ulët, profesional, pothuajse neutral. Nikola u përgjigj me një lëvizje të shkurtër koke. Nuk kishte arsye për më shumë. Beatrica u largua pa nxitim. Ishte mësuar të ishte vetëm pjesë e ambientit. Që herët kishte mësuar se në vende të tilla, sa më pak të vëreheshe, aq më mirë. Vëzhgonte gjithçka pa u dukur e pranishme. Kaloi në një tavolinë tjetër, mori porosi, u kthye te banaku. Investitorët mbërritën pak më vonë. Përshëndetje formale, shtrëngime duarsh, buzëqeshje të kontrolluara. Gjua gjermane mori kontrollin e tavolinës. Përkthyesi e mori natyrshëm rolin e ndërmjetësit, duke përsëritur në shqip atë që thuej në gjermanisht. Nikola dëgjonte me vëmendje, duke ndjekur ritmin e bisedës. Gjithçka dukej se po ecte sipas planit. Beatrica u kthye me verën. Shërbeu fillimisht të ftuarit, pastaj Nikolën dhe në fund përkthyesin. Ndërsa përkulej për të arritur një gotë, dëgjoi fjalë të shpërndara në gjermanisht. Asgjë e plot, asgjë e qartë, vetëm fragmente. Nuk reagoi. Vazhdonte punën. Biseda avancoi. Flisnin për afate, dorëzime, angazhime. Përkthyesi përkthente me rrjedhshmëri, duke përdorur një ton të sigurt, ndonjëherë tepër të sigurt. Nikola bënte shënime të shkurtra. Nuk e kuptonte gjuhën origjinale, por i kuptonte negociatat. Besonte në proces. Gjithmonë kishte funksionuar kështu. Beatrica kaloi përsëri pranë tavolinës, duke mbledhur gota bosh. Dëgjoi një tjetër fjali në gjermanisht. Pastaj edhe një tjetër. Nuk ishin fjalë të vështira, ishin të zakonshme, të përdorura në kontekste serioze. Ajo ndjeu një shqetësim të lehtë, por e largoi mendimin. Nuk ishte roli i saj të interpretonte bisedat e të tjerëve. Restoranti ishte tani plot, por tavolina e Nikolës qëndronte në një lloj heshtjeje të veçantë, një heshtje rëndësie. Gjithçka aty dukej e llogaritur, e matur, nën kontroll. Përkthyesi vazhdonte të fliste, ndonjëherë duke zënë shumë hapësirë në bisedë. Ndërpriste, shpjegonte, përmblidhte. Nikola nuk shihte problem. Kjo ishte puna e tij. Beatrica u kthye për të shërbyer një pjatë. Ndërsa vendoste takëmet, dëgjoi përsëri gjermanishten. Këtë herë fjalia ishte tepër e plot për t'u injoruar. Nuk ishte diçka teknike. Ishte toni, pesha e fjalëve. Trupi i saj reagoi para mendjes. Megjithatë, fytyra i mbeti neutrale dhe ajo u largua. Pas banakut mori frym thellë. U përpoq të përqendrohej te puna. Nuk donte të krijonte histori në mendjen e saj. Sa herë kishte keq kuptuar gjëra jashtë kontekstit? Sa herë ishte gabuar? Biseda vazhdonte. Përkthyesi fliste lirshëm. Investitorët dëgjonin me vëmendje. Nikola mbetej i qetë, i sigurt.
Asgjë nuk tregonte ndonjë problem. Beatrica vëzhgonte nga larg, jo nga kureshtja, por nga zakoni. Ishte rritur në një shtëpi ku gjua gjermane nuk përdorej për gjëra të parëndësishme. Ajo shfaqej vetëm kur diçka serioze duhej thënë. Kjo kishte mbetur e ngulitur në të, edhe pa e kuptuar. Në tavolinë, Nikola mbylli çantën për një çast, duke dëgjuar me vëmendje një nga investitorët. Përkthyesi përktheu shpejt. Nikola pohoi me kokë. Gjithçka dukej në rregull. Megjithatë, shqetësimi i Beatricës u kthye më i fortë. Ajo nuk bëri asgjë. Ndoshta nuk ishte momenti. Ndoshta nuk do të ishte kurrë. Restoranti vazhdoi të funksiononte. Pjata shkonin e vinin. Vendime të rëndësishme po merreshin. Nikola nuk dyshonte për asgjë. Ai besonte në proces, në përkthyesin, në përvojën e tij. Beatrica vazhdonte të ishte aty, pothuajse e padukshme, duke dëgjuar fragmente dhe duke ruajtur ndjesi, pa e ditur ende se në të njëjtin vend, në një kohë tjetër, gjithçka do të ndryshonte. Për momentin, asgjë nuk ndodhte dhe pikërisht për këtë arsye, gjithçka ishte ende për të ndodhur. Në restorant, Beatrica nuk arrinte më ta injoronte atë që dëgjonte. Jo nga kureshtja, por sepse tani kuptonte mjaftueshëm për të ditur se nuk ishte e parëndësishme. Investitori foli përsëri dhe përdori një tjetër fjalë të njohur. Nuk ishte e komplikuar, ishte e zakonshme. Gjithmonë shfaqej kur dikush fliste për humbje, për kufi, për diçka që nuk mund të kthehej më pas. Përkthyesi e përktheu sikur të ishte diçka fleksibile. Beatrica shtrëngoi gishtat mbi bana. Ju kujtua gjyshja që thoshte në gjermanisht se disa gjëra duken të vogla vetëm deri në momentin kur e kalojnë kufirin. Ju kujtua stërgjyshja që godiste tavolinën me dorë kur dikush përpiqej të zbute diçka tepër serioze. Në restorant askush nuk godiste tavolinën. Përkthyesi fliste me zë të lartë tani, i sigurt, ndërpriste investitorët me natyrshmëri dhe merrte drejtimin e bisedës. Nikola dëgjonte. Ndonjëherë rrudhte ballin, por vazhdonte i përqendruar. Beatrica kaloi përsëri pranë tavolinës duke mbledhur peceta. Përkthyesi i hodhi një vështrim të shpejt, të paduruar, sikur prania e saj e pengonte. Nuk tha asgjë, vetëm vazhdoi të fliste. Ajo dëgjoi një fjali tjetër, më të gjallë. Këtë herë nuk kishte asnjë dyshim. Ajo fjali përcaktonte përgjegjësi, përcaktonte kontroll, përcaktonte kush do të humbiste nëse diçka shkonte keq. Përkthyesi e përktheu sikur të ishte thjesht një formalitet ligjor. Zemra e Beatricës filloi të rrite më shpejt. Tani nuk ishte më ndjesi apo kujtim, ishte kuptim. Ajo e dinte që nuk zotëronte gjuhën plotësisht, që nuk njihte terma teknik, por e dinte shumë mirë kur dikush po lehtësonte peshën e diçkaje që nuk duhej lehtësuar. U kthye në kuzhinë me hapa të shkurtër dhe u mbështet pranë lavamanit. Zhurma e ujit ndihmonte të fshihte heshtjen brenda kokës. Mendoi të largohej, mendoi të kërkonte ndërrim sektori, mendoi të bënte sikur nuk kishte dëgjuar asgjë. Mendoi për punën. Kishte nevojë për atë punë, për turnin, për pagën. Nuk mund të krijonte problem me klient të rëndësishëm. Nuk mund të përzihej në biseda që nuk i përkisnin. Menaxheri kaloi pranë saj. Qëndro e vëmendshme, tha. Do të kërkojnë më shumë verë? Po, u përgjigj Beatrica. Ajo u kthye në sallë me shishen. Teksa afrohej, dëgjoi investitorin të fliste në gjermanisht me ton më të fortë. Nuk ishte më sugjerim, ishte paralajmërim. Përkthyesi e përktheu me buzëqeshje. Nikola bëri një pyetje të shkurtër. Përkthyesi u përgjigj pa u konsultuar me investitorët. Beatrica e vuri re. Ajo e shërbeu verën. Përkthyesi as nuk falenderoi, vetëm vazhdoi të fliste. Beatrica u largua me një përzierje frike dhe indinjate. Jo për veten, por për atë që po ndodhte aty, para të gjithëve, pa u vënë re nga askush. Filloi të bashkonte copëzat. Nuk dinte detaje, nuk dinte shifra, por e dinte që diçka e rëndësishme po zbehej, që një klauzol e rënd po paraqitej si e thjesht, që dikush po e drejtonte bisedën më shumë se ç'duhej. Përkthyesi. Ai sillej sikur tavolina i përkiste, korrigjonte, shkurtonte, zgjidhte çfarë të përkthente dhe si ta përkthente, me një siguri të tepruar. Beatrica kujtoi se si në shtëpi gjermanishtja nuk përdorej për të mashtruar, por për të paralajmëruar, për të mbrojtur, për të shmangur gabime. Aty po përdorej në mënyrë të kundërt.
Ajo ndjeu dëshirën të shkonte te tavolina, të thoshte diçka, por imazhi i menaxherit, i punës, i pagës u shfaq menjëherë. Frika u imponua shpejt. Ajo nuk ishte askush aty. Nikola ishte drejtuesi. Investitorët ishin të huaj të rëndësishëm. Përkthyesi ishte profesionisti i kontraktuar. Ajo ishte vetëm kamerierja. Kush do ta besonte? Dëgjoi edhe një fjali tjetër. Këtë herë nuk kishte nevojë të mendonte. Ajo fjali ndryshonte gjithçka. Përkthyesi e përktheu në mënyrë të paqartë, pothuajse të përgjithshme. Beatrica ndjeu një të ftohtë në shpinë. U largua nga tavolina dhe shkoi në fund të sallës, u mbështet për një çast në mur duke u shtirur sikur vëzhgonte një tavolinë tjetër. Zemra i rrite fort. Nuk e dinte ende çfarë do të bënte, por e dinte që nëse heshte, diçka serioze do të vendosej paqen e vërteta e plot mbi tavolinë. Biseda po shkonte drejt mbylljes. Përkthyesi filloi të fliste për hapat e ardhshëm, për nënshkrime, për afate. Beatrica mori frym thellë. Nuk kishte prova, nuk kishte autoritet, nuk kishte vend në atë bisedë. Kishte vetëm atë që kishte dëgjuar dhe tani e dinte saktësisht çfarë do të thoshte. Tavolina ishte tepër e rregullt, letrat të rreshtuara, stilolapsat të pozicionuar me kujdes. Përkthyesi fliste sikur gjithçka po përfundonte. Investitori foli përsëri në gjermanisht, pa rrotullime. Nuk ishte më paralajmërim, ishte konstatim. Lloji i fjalisë që në shtëpi shoqërohej me heshtje pas saj. Përkthyesi e përktheu shpejt duke ia prerë peshën për gjysmë. Nikola pohoi me kokë. Kaq mjaftoi. Trupi i Beatricës reagoi para se mendja të vendoste. Një hap, pastaj një tjetër. Tabakaja ishte e lehtë, vetëm filxhan bosh. Ajo u drejtua nga tavolina siç bënte 10 herë në ditë, asnjë gjest i pazakont, asnjë nxitim. Përkthyesi vazhdonte të fliste. Beatrica u afrua nga ana e Nikolës, u përkul sikur të merrte diçka nga tavolina. Aroma e kafes ishte ende aty. Zhurma e restorantit vazhdonte normale. Askush nuk po i kushtonte vëmendje. Ajo u afrua aq sa vetëm ai mund ta dëgjonte. Përkthyesi juaj po gënjen. Nuk shpjegoi, nuk përsëriti, nuk ngriti zërin, nuk priti përgjigje. Drejtoi trupin, mblodhi filxhanët dhe u largua. Bota nuk ndaloi. Restoranti vazhdoi të funksiononte. Dikush qeshi në një tavolinë tjetër. Asgjë nuk ndryshoi për ata që shikonin nga jashtë, por në atë tavolinë ajri ndryshoi. Nikola nuk lëvizi menjëherë. Nuk e pa Beatricën, nuk reagoi, vetëm qëndroi i palvizur për një çast më gjatë se ç'duhej. Përkthyesi vazhdoi të fliste pa e kuptuar. Beatrica ndjeu këmbët t'i dridheshin kur u kthye me shpinë. U kthye te banaku me hapa të përmbajtur. Duart i kishte të ftohta. Zemra i rrite fort. E dinte çfarë kishte bërë. E dinte edhe që nuk kishte më kthim. Përkthyesi përfundoi fjalin dhe buzëqeshi duke pritur miratim. Nikola vonoi përgjigjen. Mbylli çantën me qetësi, jo plotësisht, vetëm sa për të ndërprerë rrjedhën. Përsërite, tha ai. Përkthyesi u hutua. Investitori foli përsëri në gjermanisht ngadalë. Përkthyesi përktheu. Nikola dëgjoi pa shënuar asgjë. Vetëm vëzhgonte. Beatrica nga banaku ndiqte gjithçka, duke u shtirur se po pastronte një goll. Ngadalë, tha Nikola. Pa nxitim. Buzëqeshja e përkthyesit nuk ishte më e njëjta. Dhe Beatrica e dinte se, çfarëdo që të ndodhte më pas, ajo kishte bërë atë që duhej bërë. Avokati hyri pak më vonë. Dua që ta rishikosh këtë sikur të mos dish asgjë, tha Nikola, duke e shtyr kontratën mbi tavolinë. Dhe dua një përkthim teknik paralel, rresht pas rreshti. Sot, pyeti avokati. Pa nxitim, u përgjigj Nikola. Por pa kujdesi, shtoi ai. Avokati pohoi dhe doli. Dita vazhdoi me një ritëm të çuditshëm. Nikola mori pjesë në takime, nënshkroi dokumente të vogla, i u përgjigj mesazheve, por mendja nuk i largohej nga një pikë e vetme. Jo nga kontrata. Nga kamerierja. U përpoq të arsyetonte situatën. I tha vetes se ishte rastësi, se truri kërkon kuptime aty ku nuk ka, se nuk kishte logjik që një vajzë që shërbente tavolina të vërente diçka që kishte kaluar përmes investitorëve dhe profesionistëve. Megjithatë, shqetësimi nuk u zhduk.
Në fund të pasdites, telefoni ra. Zotëri Nikola, tha zëri i avokatit, më i përmbajtur se zakonisht. Jemi ende duke analizuar, por ka diçka që duhet t'ju them. Nikola u drejtua në karrige. Flisni. Ka një klauzol që nuk përputhet me mënyrën si u paraqit verbalisht. Nuk është e qartë, por efekti praktik është tjetër. Heshtja në anën tjetër të linjës u zgjat. Ndryshe si, pyeti Nikola. Në rast mosmarrëveshjeje operative, kontrolli vendimmarrës kalon përkohësisht te pala tjetër. Nikola mbylli syt për një çast. Kjo u përmend? Jo ashtu siç është shkruar. Dhe nëse zbatohet, krijon humbje strategjike të rëndësishme. Nikola nuk u përgjigj menjëherë. Vazhdoni, tha më në fund. Kemi kërkuar një përkthim të dytë të pavarur, shtoi avokati. Por kjo tashmë është alarm. Nikola mbylli telefonin pa thënë asgjë. Qëndroi përballë dritares duke parë dritat e qytetit që ndiznin njëra pas tjetrës. Nuk ndjeu zemërim. Ndjeu ftohtësi. Fjalia u kthye me peshë tjetër. Përkthyesi i tij kishte gënjur. Tani nuk ishte më dyshim. Ishte pikënisje. 2 ditë. Aq kohë i dha vetes. Për të konfirmuar, për të kuptuar. Dhe ndërsa priste, një pyetje e bezdishme i rrite në mendje, sa herë kishte besuar zëra të lartë dhe kishte injoruar ata që flisnin ulët. Dita e dytë nisi me heshtje. Asnjë telefonat nga investitorët, asnjë mesazh nga përkthyesi. Një qetësi që nuk qetësonte, vetëm fshite. Kur hyri në zyrë, avokati e priti menjëherë. Morëm përkthimin e jashtëm, tha. I pavarur, teknik, dhe, pyeti Nikola. Avokati hapi dosjen me kujdes. Kontrata nuk është e palishme. Është më keq se kaq. Është ndërtuar me mjeshtëri. Klauzolat dukeshin të balancuara, por në momente kritike transferonin kontrollin. Jo menjëherë, jo hapur, vetëm kur ishte tepër vonë. Përkthimi verbal kishte zbutur fjalë kyçe. Nikola e mbylli dosjen. Nuk kishte shpërthim. Vetëm konfirmim. Ndërkohë, Beatrica vazhdonte të punonte. Restoranti ishte plot. Askush nuk i kishte thënë asgjë. As qortim, as thirrje. Heshtja peshonte. Ajo pyeste veten nëse kishte gabuar, nëse kishte interpretuar keq. Frika nuk ishte nga ai njeri i rëndësishëm, por nga ajo që vjen më pas. Nikola u kthye në restorant një ditë tjetër. Jo rastësisht. U ul larg, pa u vënë re. E pa Beatricën duke lëvizur me kujdes, gjithmonë një hap prapa. Asgjë tek ajo nuk kërkonte vëmendje. Dhe megjithatë, ishte ajo që kishte parë atë që të tjerët jo. Raporti final mbërriti në mbrëmje. Nuk kishte më dyshim. Përkthyesi kishte manipuluar përmbajtjen mjaftueshëm për të drejtuar vendime. Nikola e lexoi gjithçka me kujdes. Nëse do ta kishte nënshkruar atë natë, gabimi do të zbulohej shumë vonë, dhe askush nuk do të mbante përgjegjësi. Askush, përveç vajzës që nuk kishte asgjë për të fituar. Të nesërmen, Beatrica u thirr jashtë restorantit. Stomaku ju shtrëngua. Nikola e priste pranë makinës. Pa kostum, por me të njëjtin qëndrim. Deshit të flisnit me mua, pyeti ajo me zë të ulët. Po, tha ai. Nëse keni disa minuta. Ju nuk jeni në telashe, filloi ai. Unë kërkova një verifikim të pavarur. Ajo që thatë ishte e saktë. Sytë e saj u hapën. Përkthyesi gënjeu, tha ai qartë. Unë nuk isha e sigurt, pranoi ajo. Thjesht tingëllonte gabim. Ishte gabim, tha Nikola. Pse fole, e pyeti. Sepse nëse nuk do ta bëja, nuk do të flija, u përgjigj ajo. Ai e pyeti si kishte mësuar gjermanisht. Në shtëpi, tha ajo. Me gjyshen dhe stërgjyshen. Nuk mendova kur se do të vlente për diçka, shtoi. Nikola ndjeu një shtrëngim të vonuar. A e di çfarë më shqetësoi më shumë, tha ai. Jo mashtrimi. Por fakti që askush nuk ishte gati të dëgjonte dikë si ju. Ata qëndruan në heshtje. Dhe për herë të parë, heshtja nuk fshehu asgjë. Ajo tregoi gjithçka. Disa çaste kaluan në heshtje. Zhurma e largët e qytetit mbushte hapësirën mes tyre. Nuk dua që të ndihesh në borxh, tha Nikola më në fund.
As që kjo të bëhet një histori e bukur për t'u treguar, vazhdoi ai. Nuk e dua këtë, u përgjigj Beatrica shpejt. Unë bëra vetëm atë që mendova se ishte e drejtë. E di, tha ai. Dhe pikërisht për këtë jam këtu. Ai foli drejt për drejt. Dua të të ofroj një mundësi, tha. Jo tani, jo si shpërblim, por si rrugë. Ajo rudhi ballin. Çfarë lloj mundësie? Një vend fillestar në kompanin time, u përgjigj ai. Asgjë e lartë, asgjë simbolike. Punë reale, dhe bashkë me këtë, studime të paguara, gjuhë, formim, çfarëdo që zgjedh të zhvillosh. Beatrica vonoi të fliste. Nuk kam universitet, tha. As përvojë formale. A ke aftësi për të dëgjuar? Pyeti Nikola. Ajo pohoi lehtë. Atëherë ke bazën, tha ai. Pjesa tjetër ndërtohet. Ajo mori frym thellë. Po nëse them jo, atëherë vazhdon jetën tënde, u përgjigj ai. Pa ndëshkim, pa presion. Por do të preferoja të thoshe po. Beatrica uli sytë. Mendoi për gjyshen, për stërgjyshen, për sa herë kishte besuar se ajo që mbante brenda nuk kishte vlerë. Pranoj, tha më në fund, por jo nga mirënjohja. Nikola buzëqeshi lehtë. Është e vetmja mënyrë e saktë për ta pranuar. Asgjë nuk u shpall. Asgjë nuk u premtua përtej të mundshmes. Kur Beatrica u kthye në restorant, turni duke i njëjtë. Tavolinat të njëjta, klientët indiferent. Por ajo nuk ishte më e njëjta. As Nikola. Ai nuk bëri njoftime, nuk thiri media, nuk e shndërroi ngjarjen në shembull korporativ. Për të, kjo nuk ishte fitore, ishte korrigjim drejtimi. Përkthyesi u largua në heshtje. Asnjë sken, asnjë poshtërim publik. Vetëm një mesazh i shkurtër, kontrata të pezulluara dhe qasje të revokuara. Një dalje që nuk bën lajm, por mbyll cikle. Investitorët pranuan pauzën. Verifikimi i pavarur ndryshoi tonin e bisedave. Kontrata u rishkrua, më e qartë, më e drejtë dhe më pak e rehatshme për ata që përfitonin nga errësira. Nikola u kthye në rutinë, por diçka tek ai nuk u kthye në vendin e vjetër. Beatrica nisi punë disa javë më vonë. Asnjë titull simbolik, asnjë njoftim. Një pozicion i thjesht administrativ pranë dokumenteve, aty ku vendimet fillojnë të vogla. Ditën e parë erdhi herët. U ul në pritje me çantën në prehër, qëndrimi i përmbajtur, vështrimi i vëmendshëm. Kur u thirr, u ngrit shpejt. Mirëmëngjes, tha. Mirëmëngjes, u përgjigj Nikola. Ndiu rehat. Ajo nuk u ndje. U ul vetëm kur ai I tregoi vendin. Trupi ende mbante zakonin për të mos zënë hapësirë. Kjo nuk është favor, tha ai qartë. Është fillim. Do të gabosh, do të mësosh dhe askush nuk do të kursej. Nuk pres të më kursejnë, u përgjigj ajo. Mirë, tha ai. Ajo mësoi shpejt. Nuk fliste pa nevojë. Vëzhgonte përpara se të fliste. Kur fliste, ishte e saktë. Disa u habitën. Kush është ajo? Pyetën. E re, u tha. Vetëm kaq. Në mbrëmje studionte gjuhë formale dhe terma teknik. Për herë të parë ndjeu se ajo që kishte mësuar në heshtje gjatë jetës nuk ishte barë, por themel. Kishte ditë të vështira, momente kur ndjej e vogël për atë ambient, por gjithmonë I kthehej kujtimit të asaj tavoline dhe peshës që mund të ketë një zë I ulët. Nikola gjithashtu ndryshoi pa e shpallur. Kërkonte përkthime të dy fishta, dëgjonte më pak prezantime të përgatitura dhe më shumë pyetje të thjeshta. Nuk u bë më I butë, u bë më I vëmendshëm. Kur kontrata u nënshkrua më në fund, nuk pati fesë. Vetëm siguri. Nikola mbajti stilolapsin për një çast, jo nga dyshimi, por nga vetdia. Nuk mendoi për humbjen e shmangur. Mendoi për vajzën që nuk kishte asgjë për të fituar dhe për sa afër kishte qenë humbja. Ndonjëherë, rreziku më I madh nuk fshihet në klauzola. Fshihet në mënyrën si zgjedhim të dëgjojmë. Dhe pothuajse gjithmonë, ai që nuk ka vend në tryezë, sheh më qartë se ata që flasin më fort.